Kush do ta formoj kryesinë qendrore të koalicionit Vlen? Keni informacion për këtë? Nuk dim shumë informacione, vetëm se kemi qenë të thirrur në mbledhjen e fundit dhe janë ndarë disa informacione të thotë se si do të ecë procedura e kongresit. Këtë ekskluzivitet do të alëm, do të thotë pas 9 majit të dalin me deklaratë me siguri liderët dhe do të tregojnë gjithë funksionimin e Vlenit se si do të jetë. Ka mundësi që kryesia qendrore të jetë e përbërë nga zyrtarët që i bie të janë deputetët, ministrat, zëvendësministrat, kryetarët e komunave që u takojnë partive të ndryshme? Në parim, parafasisht kështu është, do të thotë, një formulë, mirë po do të thotë për këtë nuk guxoj të flas shumë, jo për të nxjerrë ndonjë sekret, mirë po do t'u lëm ekskluzivitetin atyre të cilët 3 muaj ditë merren me këtë formulim dhe kanë gjetur më të mirën e mundshme se si do duket Vleni 1 dhe funksionimi i gjitha subjekteve të cilët e potencuat sa do të vazhdojnë të jenë të ndarë në koalicionin Vlen apo do të jenë si një parti politike. Ata kanë arritur do të gjejnë një formulë më të mirë të mundshme dhe nuk dua ta humbi mundin atyre të cilët me ditë dhe me natë të tëra kanë arritur deri në një marrëveshje të tillë, pasi që nuk ka qenë edhe shumë e lehtë, mirë po tani tutje besoj që do të jetë kristalizuar gjithë puna e Vlenit. Pra, i bie ja po e marrun rolin e interpretuesit të gjithë asaj që po ndodh, i bie pak a shumë që kryesia e ardhshme qendrore e koalicionit Vlen të përbëhet nga zyrtarë të ndryshëm që kanë detyra të ndryshme në nivel të pushtetit qendror dhe atij lokal dhe partitë ndryshme pra do të reflektojnë potencialin apo kapacitetin e tyre politik në partinë e re Vlen. Mendoj që edhe nëse është kjo si formulë, do të thotë, besoj që mund edhe të jetë e mundshme, pasi që ka pasur shumë varianta të cilët si do të funksionojë kryesia qendrore, kryesia e ngushtë, kuvendi qendror, do të thotë nuk shoh asgjë gabim dhe mendoj që është ndoshta zgjidhja më e mirë e mundshme momentale.